Fuqizimi i grave në zonat rurale dhe rritja përfshirjes së tyre në ekonominë bujqësore është në fokusin e një projekti të prezantuar në Malsinë e Madhe nga Rjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural. Projekti synon mbështetjen përmes trajnimeve të grave që punojnë në sektorin e bimëve aromatike dhe medicinale për rritjen e njohurive dhe aftësive profesionale, si dhe për informimin e tyre mbi mundësitë që ofrohen nga skemat mbështetëse të qeverisë. Duhet pranuar që gratë janë kontribueset kryesore të këtij sektori, megjithatë mbeten ende të papërfshirë. Dhe si rrjedhim puna e tyre ende mbetet pamjaftueshmërisht e pagueshme. Projekti synon të krijojë mbështetje për fuqizimin e grave të përfshirë në këtë sektor, duke ofruar një paketë të plotë me trajnime për rritjen e njohurive në lidhje me praktikat e mira bujqësore, në lidhje me certifikimin organik, në lidhje me atë që gratë të jenë të afta për të bërë një biznes plan dhe për të qenë të afta për të bërë dhe për të dorëzuar një aplikim në skemat kombëtare apo në skemat e mundshme që janë të aksesueshme në këtë sektor, në mënyrë që të financojnë sipërmarrjen e tyre. Malësia e Madhe mbetet një nga zonat me prodhimtarinë dhe eksportin më të lartë të bimëve medicinale dhe aromatike në vend, ku shumë familje sigurojnë jetesën përmes këtij aktiviteti. Megjithatë, vitet e fundit interesi për kultivimin e tyre ka ardhur në rënje për shkak të mungesës së tregut të qëndrueshëm, rënjes së çmimeve të grumbullimit si dhe mungesës së fuqisë punëtore.